Një konflikt i ashpër ka ndodhur në parkimin e Syrit të Kaltër në Sarandë, ku disa persona kanë dhunuar me sende të forta administratorin e një biznesi që jep bicikleta me qira, shkak është bërë humbja e një Chelsea dhe kur administratori ka kërkuar klientit që të paguajë dëmin, ai e ka goditur me sende të forta duke i shkaktuar fraktura. 27 vjeçari i dhunuar është jashtë rrezikut. Lidhur me ngjarjen, policia ka njoftuar se ka arrestuar një 43 vjeçar, ndërkohë që janë proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe 3 persona të tjerë të përfshirë në konflikt. Sipas policisë, nga hetimet dyshohet se në konflikt janë përfshirë edhe një 45 vjeçar dhe një 20 vjeçar. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, 43 vjeçari banues në Kamës u arrestua në flagrancë për veprat penale, plagosje e rënd me dashje dhe prishje e qetësisë publike. Policia shton në njoftimin e saj se shtetasi 45 vjeçar banues në Kamës, 20 vjeçari banues në Dërmi dhe 27 vjeçari banues në Delvin, administratori i subjektit, janë proceduar në gjendje të lirë për veprat penale, plagosje lehtë me dashje dhe prishje e qetësisë publike.